Bllokoj atje në Kipro dhe t'i deklaroj evropianët që të varen nga Turqia. Është projekti pamundur, po thua, sepse u nisem nga ajo që kemi thënë këtu që ka këmbësori të fortë, ndërkohë Europa ka bomba bërthamore, ka avion, këmbësori ka. F-35. Këmbësoria sa është vendi i dytë në NATO. Turqia është vendi i dytë në NATO. Po vendi i dytë në NATO në rast se i marrim vendet tek e tek. Pra duhet të kuptojmë këtë. Pra në rast se i marrim tek e tek vendet në NATO, Turqia është i dyti për nga fuqia ushtarake në NATO. Po. Por në rast se marrim Evropën e Bashkuar, Turqia nuk mund të jetë mbrojtëse e Evropës së Bashkuar, sepse gjithë fuqia evropiane është 750 milion banor, me 120 milion banor që ka Turqia. Pra kapacitetet ushtarake, ekonomike dhe fuqi njerëzore që ka Evropa, si Evropë, nuk mundet të mbrohet nga 120. Ushtarët i ka Turqia se edhe Evropa, po të marrim Evropën e Bashkuar, e kalon sot Evropa e Bashkuar, ka vetëm Evropa, po ta marrim i ka diku të rreth 550.000 forca ushtarake të gatshme. Sot? Po sot. Vetëm Evropa, vetëm vendet evropiane të NATO-s kanë 550.000 forca. E qartë, aktuale. Kështu që nuk jemi në atë. Pra nuk jemi në atë. Prandaj thash, në rast se kjo s'do të ndodhë kur, po thua. Jo, nuk do ta lejon sepse thash është çështje fetare, llogaritën gjithçka nga çështja fetare. Pra nisën mbi atë kushtetutën e parë të Evropës, thoshte rrënjët e Evropës janë të krishterë. Kaq, nuk do të pranojnë asnjëherë që të bien në duart e Kjo është ajo e Kaspikut drejtari. Kjo është ajo e Kaspikut që pretendon të ndërtojë tashmë që të kalojë nëpërmjet Turqisë nga Azerbajxhani. Që do kalojë edhe në Shqipëri? Po, që pretendon të kalojë në Shqipëri, në rast se do të pranojë Evropa ta ndërtojë pra. Në rast se Greqia do ta lejojë, se do të kalojë nëpërmjet Greqisë. Pra, dhe këtu tashmë duke qenë se Greqia po merr këtë tubacionin tjetër që po vjen. Do futet etape me fjalë. Po vjen ky tubacioni që po merr këtu, pra në rast se Greqia merr këtë tubacionin, atëherë Greqia nuk do i lejojë kalimin e këtij Kaspikut. Dhe ky është e qartë, e qartë. Pra kjo është e mbamur nëse ndodh kjo. E qartë. Pra, Greqia po jep zor të ndodhë. Kjo është përplasje politike dhe që po ndodh sot midis Erdoganit, Evropës, Greqisë dhe gjithë tjerëve. Pra çështjet detare që u veshifni këtu. Gjitha çështjet detare, dhe këto çështje detare lidhen me kalimin, kanë të bëjnë me kalimin e rrugëve të energjisë. Nuk ka të bëjë me asgjë tjetër, sepse kush kontrollon rrugët e energjisë, atëherë kap tjetrin dhe mban peng. Neve kemi falur rrugët sepse kalimi në rrugëve të energjisë do të kalojë. Pra ai tubacioni që do kaloj këtu, do kaloj këtu dhe do shkojë drejtim Evropës, kalon në territorin tonë, të cilin Berisha me Ramën ja falën Greqisë të territor. Dhe kjo është dëm antikombëtar që i kanë bërë Shqipërisë për 200 vjetët e ardhshme. Falën një korridor për cilën po bëhet luftë në të gjithë botën. Pikërisht. Drejtan, të falenderoj shumë që të kisha si gjithmonë. Faleminderit edhe ju. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua pedagogu i shkencave politike në Universitetin e Tiranës, Klejt Këlliçi. Klejt, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Klejt, Hormuzi po mbetet, le të themi, ajo ngushtica ku po prodhohen të gjitha incidentet e mundshme. Së fundmi ka patur njoftime që nga këto paktët garda revolucionare ka njoftuar që është goditur një destroyer amerikan. Nga ana tjetër, kemi njoftime që vinë dhe thonë që dhe këto janë zyrtare, dhe kemi Ministrinë e Mbrojtjes së Emirateve të Bashkuara që janë lëshuar disa raketa balistike mbrëm edhe dhe dron edhe drejt Emirateve të Bashkuara. Ndërkohë armëpushimi është në faza delikate, nuk e di a do të mbaj deri, le të themi, a do të mbaj gjatë sepse jemi në momente shumë delikate. Si i vlerëson këto zhvillime? Janë zhvillime të cilat nuk parashikojnë asgjë pozitive, por edhe janë zhvillime të cilat edhe testojnë edhe forcën e palëve në terren. Praktikisht nyja gordiane të gjithë përballjes amerikano-iraniane është ngushtica e Hormuzit. Dhe kapaciteti i Iranit për ta mbajtur të bllokuar dhe pastaj kapaciteti i Shtetit Bashkuar për të pasur mundësi për ta hapur. Për të garantuar lëvizjen dhe kalimin e lirë të mallrave dhe mjeteve detare. Natyrisht që në avantazh Irani ka një avantazh shumë të rëndësishëm për shkak pozicionit në geografik.
edhe për shkak të mënyrës se si e ka ndërtuar ose më sakt e ka parashikuar ngushticën e Hormuzit si pikën e nxehtë të një përballjeje të mundshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Irani nuk fiton dot një luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, e vetja mënyrë se si mund t'i dëmtojë ato është nëpërmjet mbylljes apo bllokimit të ngushticës së Hormuzit. Në anën tjetër, lufta detare është gjithmonë shumë problematike për shkak të mjeteve që përfshihen, për shkak të specifikës madhe që ka terreni deti në rastin konkret, pa mundësisë për të garantuar mbyllje totale 100% dhe zhbllokim total 100% të ngushticës së Hormuzit. Ideja është që edhe pse Irani mund pretendojë që ngushticën mund ta mbyllë totalisht, ose edhe pse Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të pretendojnë që mund ta çlirojnë totalisht, asnjë nga këto pohime nuk është i vërtet në kuptimin e asaj që është thuajse pamundur të ta bllokosh një hapësirë detare 100% dhe po ashtu edhe ta zhbllokosh përderisa ka aktorë cilët kanë mundësitë teknike për ta bllokuar, në mos për ta bllokuar, për ta bërë të vështirë dhe të paparashikueshme lundrimin detar. Okay. Pra, strategjia e Iranit nuk është bllokimi total, sepse është i pamundur bllokimi total, por është krijimi i pasigurisë në reaktorët e ndryshëm civil, kompanitë e detare, kompanitë që bëjnë sigurimin e anijeve. Gjithë problemi i madh është tek rritja e primit sigurimit anijeve. Këtu është problemi i madh, ajo që shkakton zinxhirin pastaj të mëpasshëm të spiralin e ngritjes çmimeve kështu me radhë, sepse deri në momentin që po flasim ne nuk kemi parë shkatrime masive të anijeve. Kemi parë anije që goditen, një ose dy anije që mund të jenë shkatruar, nuk është numri shumë i madh, por ideja është ajo e pasigurisë. Dhe Irani ka kapacitetet për ta bërë pasigurt ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë, Klet, këtë sulmin mbi Emiratet e Bashkuara, si e vlerësove? Emiratet e Bashkuara Arabe janë simboli më i rëndësishëm i linjes mesme në raport me një perspektive e cila nuk shef zhvillimin vetëm tek nafta, po edhe tek burime të tjera. Janë kthy ndër vite në një prej formave se si mund të rishpiket një shtet nga pikpamja ekonomike, por është një ekonomi e cila mund të cënohet lehtësisht nga turbulencat ndërkombëtare. Dhe kjo pikpamje, shteti i cili është një nga aleatët më të rëndësishëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, një nga konkurrentët e rëndësishëm të Iranit në kuptimin e influencave gjeopolitike në rajon, dhe në të njëjtën kohë një shtet i cili në turbulencat më të vogla pëson luhatje të mëdhaja. Dhe për këtë arsye është zgjedhur si një objektiv, kam përshtypjen, nga ana e Iranit. Pra është një objektiv i rëndësishëm, simbolik, të mos harrojmë që Emiratet e Bashkuara Arabe janë një nga vendet më të armatosura në rajon. Është një vend shumë i vogël, me popullsi të vogël, por është shumë i armatosur. Është ka qenë gjithmonë një nga klientët më të rëndësishëm të industrive të armatimit, bile edhe një prodhues shumë i rëndësishëm në rajon i armëve të llojeve të ndryshme. Përshtypja ime është që Irani kërkon që të krijojë një situatë pasigurie për aktorë të ndryshëm që cilët janë lidhur në mënyrë të ndërsjellë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me baza, me aleanca ushtarake e kështu me radhë. Është një shpërthim deri diku i kontrolluar, pra është një goditje kontrolluar, sepse nuk po godet, fjala vjen Kuvajtin, Katarin, pra nuk është një goditje. Jo, është e përqendruar dhe ajo që bën përshtypje Kled është edhe që edhe pozicioni gjeografik i Emirateve shumë afër ngushticës. Bën përshtypje që ka zgjeruar edhe punën e atë bllokimin
ku nuk duhet kalojnë, ku ka futur dhe këtë portin e Fuxheras që kemi këtu. Një prej Emirateve të Bashkuara Arabe. Një prej Emirateve që përbëjnë Emiratet Bashkuara Arabe. Pra, domethënë e ka zgjeruar këtë, sepse duhet kuptojmë që nga porti Fuxheras ishte një mënyrë për të bypassuar ngushticën e Hormuzit. Pra, duket sikur e gjitha lidhet me ngushticën me Emiratet e Bashkuara. Si e vlerëson këtë vendim të Tiranit, se duket si një kundërpërgjigje ndaj bllokadës që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vendosur gjithë ngushticës? Emiratet përtej pozitës gjeografike kanë një pozitë shumë specifike në rajon politike. Janë tmerrsisht aktiv nga pikpamja e marrëdhënieve ndërkombëtare, kanë një diplomaci e cila përtej vogëlsisë që ka vendi shef, ka një rrezë aksioni shumë të madhe deri edhe në mesdhe, edhe në lindjen e mesme më të gjerë. Në mendimin tim, arsyet përse goditet janë edhe për sa thash më sipër, por edhe për shkak të pozitës gjeografike që ato kanë. Praktikisht janë më afër po thua goditja, vendi i cili jo se gjatë luftës 2000, domethënë nga 4000 ca, më tha Tafani herës tjetër, nga 4000 ca goditje me raketa dhe dronë që kishte bërë Irani, 2700 ose 800. Po pra, është vendi, do të ishte e kuptuar, po të shohim pozitën që ka një vend tjetër në rajon, që është edhe po ai i rëndësishëm, që është Omani, pozitë gati neutrale në gjithë këtë çështje. Emiratet Bashkuara Arabe kanë pas një pozicion shumë afër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe Izraelit. Edhe Greqisë, po duhet të shtoj. Po. Aksi ka një lloj, është shkriju një lloj aksi. Prandaj po them që si thosh Arabia Saudite është një aktor shumë i rëndësishëm. Potencialin se thosh për ta konkuruar Iranin e ka shumë më të madh në rajon për shkak të ardhurave popullsisë etj. Emiratet janë një vend i vogël, shumë i lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po janë një peshë relativisht e mesme duke e lidhur edhe me vendet e tjera, Bahreinin, Katarin edhe Kuvajtin, por janë edhe nga ato më aktivët. Pra, për shkak edhe pse janë një vend i vogël, nga pikpamja ndërkombëtare dhe ushtarake janë relativisht të rëndësishëm. Në këtë pikë Irani duke i goditur, se thosh kam përshtypjen që do edhe të kufizoj, ndoshta edhe në të ardhmen, një aktor politik i cili mund të jetë jo komod në të rajon, dhe në të njëjtën kohë ideja është edhe që të thyej deri diku një lloj aleance solidariteti që ka pas mes Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, sepse ne nuk kemi parë një reagim shumë të madh nga Arabia Saudite në mbështetje të duhet kujtojmë që Emiratet dolën edhe nga OPEC-u, se kjo pikërisht, edhe kjo është edhe një goditje, por është një goditje që vjen, kam përshtypjen, edhe nga ajo se në vitet e fundit, në të paktën që nga 2009, kriza ekonomike globale, OPEC-u është një organizatë e cila ka dalë pak ose ka humbur shkëlqimin edhe peshën që ka pasur dikur. Pra, e determinon deri një farë pike çmimin global të naftës, ka dhe të produkteve të... Nuk e ka kontrollin Nuk e ka kontrollin, ka një kontroll të rëndësishëm, por jo të plot, sepse ka aktorë tjerë që janë fut lojë, e cilët determinojnë edhe imprimin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja edhe vende të tjera. Emiratet në këtë pikë kanë përshtypjen që në këtë rajon po shkojnë deri diku drejt një lloj izolimi, ose dalja është edhe një protest ndaj mungesës një lloj solidariteti që mund të vijë nga vendet e gjirit, pasi po mban deri diku edhe një peshë të luftës. Nuk është vetëm një peshë e luftës, por edhe një peshë e cila mund të impaktojë deri diku
edhe vetë modelin e zhvillimit ekonomik që kanë Emiratet. Është një paradoks, janë një paradoks i madh Emiratet e Bashkuara Arabe, është një vend i cili deri diku është ripozicionuar në pozitën që ka pas dikur Libani para luftës civile, pra si një vend në atë zonë që runte një lloj neutraliteti, ishte një pik kontakti mes botës perëndimore dhe lindjes mesme. Me luftën civile Libani vitet 80 e humbi këtë lloj roli edhe deri tash nuk e ka më fare. Emiratet kanë zënë deri diku rolin e Libanit, por me një ndryshim. Me ndryshimin e asaj që ka qenë një shtet me një protagonizëm të theksuar në arenën ndërkombëtare, një shtet i mirë armatosur dhe një aleat i rëndësishëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe sikur se thotë edhe Izraeli. Ndërkohë, Klet, kalojmë pak në Europë, ku duket se po ndodh edhe një zhvillim i parajmëruar, në fakt që lidhet me faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të tërheqin rreth 5.000 trupa nga Gjermania. Si e vlerëson këtë tërheqje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila pothuajse çdo muaj na sjell lajme në lidhje me reduktimin e forcave të saj në Europë, apo shkojmë tek një çarje përfundimtare, një ndarje përfundimtare e Europës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Mbasi ka mbaruar lufta e ftohtë, ka pasur një lloj mirëkuptimi ose një lloj parashikimi për cilin meqense trupat e Bashkimit Sovjetik u tërhoqën, edhe pse Traktati i Varshavës ra aso kohë, u tërhoqën nga Evropa lindore, kjo gjë do ndodhte edhe me trupat amerikane, gjë që nuk ndodhi. Trupat amerikane në Evropë. Kjo është se thosh segmenti i parë. Pra, në mungesën e një rreziku real, aso kohë trupat amerikane ndenjën. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë prezencë pak a shumë të njëjtë në të gjitha ato vendet ku kanë pas baza gjatë luftës së ftohtë. Në momentin kur ndodhi kriza në Ukrainë, pesha e këtyre trupave të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Evropë teorikisht u bë më e rëndësishme. Por që me presidencën e dytë Trump edhe me orientimin të paktën në letër të politikës amerikane drejt lindjes largme, ishte mirëkuptueshme që një pjesë aseteve ushtarake që ndodheshin në Evropë mund edhe të tërhiqeshin dhe të pozicionoheshin në teatro të tjerë të globit. Te një nga këto teatro do të ishte lindja e largme. Duke marrë parasysh këtë, neve mund ta shohim këtë lloj tërheqje pikërisht si një lloj rialokimi. Që s'ka lidhje me braktisjen e Evropës. Që nuk ka lidhje me braktisjen e Evropës, por mund ta shohim edhe si një lloj akti pak a shumë konkret, përmes cilit Shtetet Bashkuara të Amerikës ose presidenca Trump i bën të ditur Evropës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, po Evropës në përgjithësi, që trupat amerikane mund të mos jenë prezent më në Evropë ose numri i tyre mund të reduktohet. Por unë nuk e besoj që të shkojmë drejt një tërheqje totale, sepse tërheqja totale do të thoshte edhe çmontimi të gjithë atyre infrastrukturës logjistike të cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë përdor gjërësisht në të gjitha operacionet ushtarake që kanë ndërmarrë kryesisht në linjën e mesme dhe në Afganistan për gjatë viteve nga vitet 90 e tutje. Ramsteini, baza kryesore amerikane në Gjermani, është vendi ku transportoheshin të gjithë të plagosurit nga konflikti, qoftë nga Iraku, nga Afganistani, e kështu me radhë. B-52-shet që janë nisë për të bombardu në Irak, ose nuk jam i sigurt për Afganistanin, po të paktën në Irak janë nisë edhe nga bazat ndryshme në Evropë. Pra, do të isha çik i kujdesshëm për të folur për një tërheqje të Shtetet Bashkuara nga Evropa. I vetmi moment ku Shtetet Bashkuara mund të tërhiqeshin, do të ishte ose në një implikim shumë i madh në një teatër tjetër, gjendje pak a shumë lufte,
qofse do të kishte një konflikt do fta me Kinën, po nuk e parashikoj një diçka tillë sepse do futeshin në lojë edhe armët bërthamore për një konflikt i tretë botror do të ishte shumë më intensiv, por i shkurtër, bile nuk do të lejë as mundësi për të disloku trupa ose për të parë betejë frontale siç ka ndodhur në luftën e dytë. Por kam përshtypjen që është e vështirë pra të heqësh dorë nga edhe në anën tjetër trupat amerikane mund të jenë edhe një moment si thosh presioni. Mund të përdoren, mos harrojmë që trupat amerikane janë vendosur në Gjermani jo për t'u kundërvënë Bashkimit Sovjetik, sepse nga momenti që janë vendosur nga viti 44-45, e themi viti 45, po, që në janar 45-s deri diku deri në kur mbaron lufta e dytë botërore dhe më tej, derisa filloi të kristalizojë ideja e një konflikti të ardhshëm me Bashkimin Sovjetik, perdja e hekurt, ata kanë qenë trupa okupacioni. Gjermania ka qenë ndarë në 3 zona okupacioni. Nga këto 4 zona okupacioni, 3 nga këto ishin fuqive perëndimore dhe 1 e Bashkimit Sovjetik. Dhe nga këto 3 zona okupacioni, vetëm trupa që mbeten kanë qenë ato të Shtetet Bashkuara të Amerikës, cilat më vonë nuk qenë trupa okupacioni, por qenë trupa në mbrojtje të Europës, me një Gjermani të demilitarizuar. Duhet të thonë që Gjermania është një nga shtetet, Gjermania dhe Austria do të jenë 2 nga shtetet në Evropë, po të fusim këtu dhe Finlandën, po mos e llogarisim, që kanë qenë pra 2 shtetet nga më demilitarizimit në Evropë gjatë periudhës luftës së ftohtë. Edhe sot që flasim, ushtria gjermane ose kapacitetet mbrojtëse gjermane janë modeste. Ai plani i famshëm i rearmatimit që parashikon Merz nuk bën gjë tjetër vetëse tenton ta vendosë Gjermaninë në të njëjtën pozitë siç mund të jenë edhe vendet tjera, fjalë vjen Franca dhe Polonia, që janë 2 vende të afërta me Franca Gjermaninë. Franca dhe aleanca që folëm Jo aleanca, po duhet të them që nga pikpamja e peshës ushtarake brenda NATO-s, Gjermania me vërtet ka kapacitete prodhuese shumë të rëndësishme, industrinë e rëndë dhe industrinë e armatimit e ka pasur gjithmonë komponent të rëndësishëm të aparatit industrial. Por vetë si ushtri ka qenë modeste. Pra ju rezervua një t'i fakt. Madje i friksohen shumë faktit që tani më Gjermania ka vendosur që investojë më shumë. Ka qenë gjithmonë kjo frikë e një rikthimi të fantazmës militarizimit gjerman, sikurse para luftës parë botërore dhe para luftës dytë botërore. Ka qenë apo ka baza se? Frikë apo është skenar? Nuk e besoj saku që spektri politik gjerman trashëgon një lloj frike ndaj militarizimit të Gjermanisë. Pra ky spektër politik që shohim, nëse marrim rrafshin historik, nga Republika Weimarit, fundi luftës parë botërore, është i njëjti, pak a shumë i njëjti spektër politik, me ndryshime ndaja, me disa ndryshime, por është një bloku qendror i këtij spektri politik që janë këto forca liberalët, konservatorët dhe socialdemokratët, kanë qenë pak a shumë i njëjti që ka qenë periudhën e Weimarit, me shumë parti tjera të djata që u zhdukën nga qarkullimi. Mas luftës së dytë është po një spektër politik. Dhe po të themi, po të marrim parasysh historinë, armiqt më të mëdhej të këtij bloku politik kanë qenë ushtarakët. Dhe unë nuk e besoj që është një pra këto 3-4 forca politike kryesore në Gjermani. Ato që quhen harkut kushtetues e kanë frikën e një rikthimi apo të një lloj rimilitarizimi të shtetit gjerman. Do duhet të ndryshonin komplet politikën e jashtme ose ta përkthenin politikën ekonomike që kanë pas të jashtme, se kanë një politikë ekonomike të jashtme, kryesisht të penetrimin në disa zona që historikisht kanë qenë si një lloj obori i pasëm i Gjermanisë, është kryesisht Evropa qendrore, Hungaria, Austria, Kroacia, edhe ish Jugosllavia, Rumania, Bullgaria, e kështu me radhë. Pra që atë politikë të jashtme penetrimi që kanë pas Çekia me Slovakinë, ta përkthejnë, atë politikë të jashtme penetrimi ekonomik, ta përkthejnë në edhe në politikë të jashtme e cila të implikojë edhe një pozitë ushtarake të fortë
të Gjermanisë. Ndërkohë, Klet, nuk e solla kot këtë punë në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Europës, se djetë e Turkije Today, po lexoja që Turqia mund zërë vendin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sa i përket Europës. Domethënë, përflitej për një mundësi dhe një skenar ku Europa dhe Turqia në një bashkim të madh mund të ishte e vetmja mënyrë që Europa t'i bëj ballë ushtarakisht realitetit gjeopolitik të krijuar aktualisht. Okej, një hipotezë e tillë, në qoftë se i referohemi pak, më fal, historisë, kriza e famshme e Kubës ndodhi për shkak të vendosjes së disa raketave në Turqi. Dhe më pas eskaloi me vendosjen raketave, me tentativën për të vendosur raketa në Kubë nga ana e Bashkimit Sovjetik. Pra, në qoftë se marrim këtë si një lloj precedenti, dhe kam përshtypjen që një pjesë e vendimeve sot merren duke pas parasysh edhe precedent historik, edhe pse historia rrallë mëson besoj ndonjë gjë, po të paktën nga pikpamje edhe mënyra se si njerëzit liderët arsyetojnë, kanë parasysh edhe precedentet e rëndësishëm historik. Turqia ka qenë dhe mbetet një aleat shumë i rëndësishëm i NATO-s, për një antar i NATO-s shumë i rëndësishëm, aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës për të përmbajtur pikërisht penetrimin e ish Bashkimit Sovjetik e Rusisë për që një si lloj barriere që Rusia pastaj të shkojë dhe të shtrihë ndikimin e saj. Polonia e rimori, pra nëse i rikthehemi e rimori atë lloj pozicioni, pra nëse do bëjmë këto dy të dhëna bashk, atëherë është logjike që një hark i madh që shkon nga Balltiku edhe përfundon në malet në veri lindje të Turqisë, pra që e vendos mund të fusin brenda deri diku te Azerbajxhani, po të shkojmë gjithë te këto stanat. Stanet jo shumë, po deri diku deri në Azerbajxhan, po të duam, mund ta shohim si një hark gjigant i cili funksioni i cilit është përmbajtja e Rusisë. Ajo që deri diku rezonon me politikën e përmbajtjes në fund viteve 40, fillim viteve 50 që të Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Bashkimit Sovjetik. Pak a shumë, nëse e shohim mund të jetë kjo. Por që Turqia të kthehet në një protagonist shumë të rëndësishëm, apo ti hipotekohet mbrojtja e Evropës, më duket pak e egzageruar. E vetmja hipotezë që ndofta besoj nga që edhe bashkë kemi diskutuar, mund të ishte një tërheqje